Bricjapi. Dashuria. Për bricjapin, një shenjë të thjeshtë dhe besnike, nëntori përfaqëson një shkrirje të ngadaltë emocionale. Në marrëdhëniet romantike, stabiliteti është i ngjyrosur me ngrohtësi të re. Nëse jeni në një lidhje, këtë muaj do të ndjeni më të gatshëm të ulni vigjilencën dhe t'i tregoni të dashurit tuaj ndjenjat tuaja, madje edhe ato që zakonisht i fshini pas një sjelljeje serioze. Gjestet e vogla të përditshme, si një mesazh i dashur gjatë ditës ose një përqafim i papritur, do të kenë një ndikim të thellë te partneri juaj. Besueshmëria juaj, si gjithmonë, do të jetë një gurthemeli i marrëdhënies, por tani do të shtoni butësi dhe mirëkuptim, duke krijuar një përzierje të ëmbël sigurie dhe dashurie. Nëse jeni beqar, qëndrimi juaj i rezervuar mund të zhduket kur takoni dikë që takoni profesionalisht ose në një ngjarje që lidhet me pasionet tuaja, do të vlerësoheni për integritetin dhe thellësinë e shpirtit tuaj. Çfarë ndodh nëse e lini zemrën tuaj të shkëlqejnë nën armaturë? Yjet tregojnë se mund të zbuloni një intimitet të sinqertë dhe përmbushës. Në dashuri, këshilla praktike është të gjeni kohë për jetën tuaj dashurore pavarësisht angazhimeve të shumta. Planifikoni një takim të veçantë. Kushtojini fjalë të ëmbla atij që doni dhe do të shihni se edhe zemra më e kujdesshme mund të lulëzojë kur ndihet e sigurt. Shëndeti. Për sa i përket mirëqenies fizike dhe mendore, bricjap, në nëntor do të vazhdoni me disiplinën tuaj të zakonshme, por me një farë vetdije më të madhe. Jeni natyrshëm elastik dhe të mësuar të shtrëngoni dhëmbët përballë lodhjes, por yjet ju këshillojnë të mos e teproni. Vitaliteti juaj është i mirë, i mbështetur nga zakonet e rregullta dhe vullneti i fortë. Megjithatë, marrja e pushimeve rigjeneruese nuk është shenjë dobësie, përkundrazi, një fundjavë relaksuese, një mbrëmje e kaluar duke lexuar para oxhakut, ose thjesht të shkosh në shtrat her pas here do t'ju lejojë të rimbushni bateritë tuaja. A angazhoheni në aktivitet fizik intensiv? Sigurohuni që të shtriheni dhe të vishni këpucë të përshtatshme, veçanërisht nëse kaloni shumë kohë në këmbë. Për ekuilibër emocional, mund të gjeni përfitime në aktivitetet që qetësojnë mendjen, të provoni teknikat e frymëmarrjes së thellë ose të merrni një hobi manual, kopshtari, punë vetë, do t'ju ndihmojë të lironi në mënyrë konstruktive stresin. Këshilla ime shëndetësore është të kultivoni durimin me veten, mos prisni të jeni në formën tuaj më të mirë gjatë gjithë kohës. Dëgjoni shenjat e lodhjes dhe festoni edhe përparimin e vogël në udhëtimin tuaj të mirëqenies. Me një ritëm të qëndrueshëm, do ta mbyllni muajin duke u ndjerë të fortë, të përqendruar dhe gati për të përballuar sfida të reja. Puna. Jeta juaj profesionale është vendi ku ndiheni më shumë si në shtëpi, dhe nëntori nuk bën përjashtim. Suksesi profesional i bricjapit shkëlqen si një yll dimëror gjatë kësaj periudhe, fryt i këmbënguljes dhe përkushtimit tuaj. Në punë mund të korrni shpërblimet e një projekti afatgjatë, një rezultat të arritur në kohë, lëvdata publike nga një epror, apo edhe një avancim në karrierë që kurorëzon përpjekjet tuaja. Nuk ndodhi gjithçka rastësisht, ju e dini përkushtimin pas tij, dhe tani mund t'i lejoni vetes një buzëqeshje kënaqësie. Nëse drejtoni biznesin tuaj, nëntori sjell stabilitet dhe mundësinë e bërjes së marrëveshjeve të favorshme për të ardhmen. Do të ketë disa sfida, ndoshta një barë shtesë përgjegjësie, por do t'i përballoni ato me vendosmërinë tuaj tipike. Sa larg doni të shkoni në rritjen tuaj personale? Kjo pyetje ju rri pezull në mendje ndërsa planifikoni qëllimet tuaja të ardhshme për vitin e ri. Financat. Financat tuaja në nëntor, bricjap, pasqyrojnë natyrën tuaj të kujdesshme dhe strategjike. Perspektiva juaj financiare është pozitive sepse keni ndërtuar një themel të fortë financiar, tull pas tulle. Këtë muaj mund të kënaqeni me disa kënaqësi materiale pa faj, një blerje e madhe për shtëpinë ose biznesin tuaj, për shembull, ose të filloni të planifikoni një investim afatgjatë që e keni marrë në konsiderat. Të ardhurat tuaja duken të qëndrueshme dhe nëse lind një shpenzim shtesë, do të jeni në gjendje ta përballoni atë fal rezervave që keni grumbulluar me mençuri. Yjet, megjithatë, ju këshillojnë të qëndroni të kujdesshëm, vazhdoni të gjurmoni të ardhurat dhe shpenzimet tuaja, veçanërisht me festat në horizon. Këshilla financiare është të filloni të mendoni përpara tani, vendosni një qëllim financiar për vitin 2026 dhe filloni të bëni hapat e parë drejt arritjes së tij. Me largpamësinë tuaj, kthimi i planeve tuaja në realitet është vetëm çështje kohe. Qëllimi juaj i muajit.
Qëllimi juaj për nëntorin, Bricjap, është të njihni gjithçka që keni arritur deri më tani dhe t'i lejoni vetes të shijoni rezultatet. Jeni gjithmonë të përqendruar në majën tjetër për të ngjitur, por her pas here është e drejtë të ndaloni dhe të festoni atë që keni arritur me punë të palodhur dhe për kushtim. Ky muaj ju mëson se cenueshmëria dhe suksesi mund të bashkëjetojnë. Mund të jeni të fortë, por të tregoni emocione, mund të synoni lart, por të gjeni lumturi në gjërat e vogla të jetës së përditshme. Përfundoni nëntorin duke e ditur se jeni si një udhëheqës i besueshëm, ashtu edhe një person i aftë për mirësi. Përgatituni të hyni në muajin e fundit të vitit me një zemër të fortë dhe një shpirt të sigurt. Ajo që keni mbjellë do të vazhdojë të rritet dhe do të jeni gati ta udhëheqni atë drejt një të ardhmeje edhe më të ndritshme. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.